SECP, çfarë është, si funksionon dhe çfarë përfiton Shqipëria? Në një kohë kur rajoni i Ballkanit përballet me sfida komplekse, nga tensionet etnike te shtetet ende të bllokuara në rrugën drejt BE-s, nismat rajonale që synojnë dialog, bashkëpunim dhe stabilitet marrin rëndësi të veçantë. Një prej tyre është SECP, Southeast European Cooperation Process, ose procesi i bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Por çfarë është konkretisht SECP dhe pse ka rëndësi që Shqipëria është sot mikpritëse e këtij forumi? Çfarë është SECP? SECP është një nismë politike rajonale e themeluar në vitin 1996 me iniciativë të Bullgarisë. Qëllimi kryesor i saj është të nxjisë paqen, sigurinë, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal midis vendeve të Evropës Juglindore, si dhe të përshpejtojë procesin e integrimit të tyre në Bashkimin Evropian dhe NATO. SECP nuk është institucion i BE-s, por shërben si një platformë e rëndësishme për dialog dhe bashkërendim midis vendeve të rajonit. Kush janë vendet anëtare? SECP përfshin shumicën e vendeve të Ballkanit dhe Evropës Juglindore, përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Serbinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kroacinë, Malin e Zi, Bullgarinë, Rumaninë, Greqinë, Turqinë, Moldavinë. Si funksionon SECP? Procesi është politik dhe jo burokratik, nuk ka strukturë formale, as sekretariat të përhershëm. Rrotullohet përmes presidencës së radhës, e cila ndryshon çdo vit dhe mbahet nga një nga vendet anëtare. Funksioni kryesor i SECP është mbajtja e takimeve të nivelit të lartë, ku president, kryeministra dhe ministra të jashtëm diskutojnë për çështje me rëndësi rajonale, nga siguria te ekonomia, nga liria e medias, televizja e lirë e qytetarëve. Ai mbështetet nga një strukturë më teknike, RSASA, Regional Cooperation Council, i cili është një institucion me bazë në Sarajevo që ndihmon në zbatimin e projekteve konkrete që burojnë nga SECP. Pse po zhvillohet në Shqipëri? Për vitin 2024-2025, Shqipëria mban presidencën e radhës të SECP. Kjo do të thotë që Tirana është epiqendra e diskutimeve politike për të gjithë rajonin për këtë periudhë. Takimi i nivelit të lartë që po mbahet në qershor në Tiranë është një shans i madh për Shqipërinë për të dëshmuar rolin e saj si faktor stabiliteti në Ballkan. Treguar angazhimin për integrim rajonal dhe evropian. Shtyr përpara çështje që prekin interesat e saj kombëtare, si njoja e Kosovës, bashkëpunimi energjetik, lëvizja e lirë dhe zhvillimi ekonomik. Si e ndihmon Shqipërinë SECP? Rrit ndikimin diplomatik, duke qenë mikpritëse dhe organizatore, Shqipëria ka mundësinë të udhëheqë agjendën dhe të promovojë prioritetet e saj. Promovon stabilitet rajonal, në një kohë me tensione në veri të Kosovës apo ndërmjet Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, Shqipëria ka interes të mbështesë çdo nismë që ul tensionet. Nxit integrimin në BE, çdo bashkëpunim rajonal shihet si pikë pozitive nga BE-ja. Shqipëria, që synon hapjen e kapitujve të negociatave, përfiton drejt për drejt nga kjo qasje. Ekonomi dhe investime, përmes projekteve rajonale, infrastrukturë, transport, energji, SECP mund të sjellë investime dhe lidhje më të forta ekonomike. Përfundim. SECP mund të mos jetë në titujt e mëdhenj të lajmeve, por është një nismë me ndikim të qetë e të qëndrueshëm. Ajo nuk zgjidh gjithçka, por është një hap drejt një Ballkani më të integruar, më të bashkëpunueshëm dhe më afër Evropës. Për Shqipërinë, të jetë në qendër të këtij procesi nuk është vetëm nder protokollar, është një mundësi për të dëshmuar pjekurinë e saj si aktore rajonale dhe për të ndërtuar ura në një rajon që ka ende shumë mure. Dhe megjithatë, tani që e kuptojmë më qartë se çfarë është SECP, si funksionon dhe çfarë potenciali ka për bashkëpunimin rajonal, mbetet një pyetje që shumë qytetarë shqiptar e bëjnë me të drejtë: a është ky një sukses real për Shqipërinë? Apo thjesht një tjetër show diplomatik për t'u reklamuar në media? Sepse në një vend ku pagat janë ende poshtë nivelit të dinjitetit, rinia po largohet masivisht çdo ditë, shëndetësia dhe arsimi janë të rënuar, dhe ku dialogu me qytetarin është zëvendësuar me arrogancën e pushtetit absolut. Atëherë ngjarje si SECP, me gjithë vlerat e tyre formale, nuk duken gjë tjetër veç se si një tjetër tallje bythësh e kryeministrit Rama, për të mbuluar boshllëkun që ka lënë brenda vetes dhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Të organizosh një summit është e lehtë kur ke fuqi, buxhet dhe kamerat gati.
por të organizosh një shtet ku njerëzit ndihen të dëgjuar, të përfaqësuar dhe me shpresë për të ardhmen, kjo është puna që po mungon. Dhe për fat të keq, as SET nuk mund ta zëvendësoj këtë.